Shkodra u elektrizua mbrëmjen e dieshme nga atmosfera unike e Motofest Shkodra 2026, eventi që bashkoi qindra motoristë dhe vizitorë nga vende ndryshme në zemër të qytetit. Sheshi u kthye në një skenë të madhe feste, muzikë live, motor dhe atmosferë spektakolare që dominoi qytetin deri në orët e vonë të natës. Të apasionuar pas motorëve nga Shqipëria dhe vende të tjera të botës zgjodhen Shkodrën për të qenë pjesë këtij festivalit, duke kthyer qytetin në një pikë takim të kulturës moto dhe rokut. Është një kënaqësi e madhe të udhtosh me dy goma. Është një adrenalinë po, vetëm ai si e provon, vetëm ai e din. Po, unë para se me hyp në motor, unë kam një trilë e trupit, kam emocion. Pra, është adrenalinë që ta jep motori. A kënaqësi e madhe. Është bukur për Shkodrën, për këtë motoristat se bashkohen, festojnë. Jena grupi Stilloins, jena Shqipëri, Kosovë, Maqedoni. Jena 160 anëtar. Mrekulli këtë, mrekulli. E kena prit këtë ditë, po vite. Shumë bukur, udhtohesh me këtë. Unë dje jam bërë pjesëtar i grupit tamam, se kam kënë si fejum. Është rrihet një viti herë i thojnë prospekta. Gjys pjesëtarit. E që jam bërë pjesëtar tamam. Për të rritë në më bërë motorist. Koncertet live ndezën natën e parë të festivalit, ndërsa performancat energjike dhe ritmet e rock krijuan një atmosferë plot adrenalinë dhe emocion. Motofest Shkodra i mbështetur nga Bashkia e Shkodrës vjen dhe për 2 ditë me radhë me parada motorësh, motoshow dhe koncerte që pritet të sjellin edhe më shumë pjesëmarrës dhe vizitorë në qytet.